të mbrohen, mos të heshten institucionet. Martini ishte një fëmijë, i lindi i dukshëm dhe ashtu është përsëri. Iku në mënyrën më mizore nga kjo botë, nuk e meritonte edhe nga kush. Nga një bashkëmoshatar i tij, në vend që të ishin shok, ju bë armik dhe i mori jetën. Nuk duhet heshtim, heshtja vret. Kam shumë fjalë për Martinin. Dhe dua t'i them disa prej tyre. Martini ishte futbollist, i dashur, i ëmbël, i mirë, i kishte të gjithë cilësitë që mund kishte një fëmijë dhe nuk meritonte të ikte në atë lloj mënyre. Prandaj ju lutem institucioneve, mësuesve, psikologëve, gjithë stafit që përfshihet në punë, të marrë masa dhe mos t'i neglizhojnë situata të tilla. Mos kemi fëmijë të tjerë dhe mos kemi fatin e fëmijës tim apo mua si nën që po jetoj çdo ditë me dhimbje. Faleminderit. Zonjë, dje vazhdon pretenca nga prokuroria ku 14 vjeçari bashkëmoshatari i djalit tuaj kërkohet që dënohet me 25 vjet zhvogim, por që me të lutem. Po unë përmes gjykimit të shkurtuar ai priti që të përfitojë ulje të dënimit. Si e shikoni këtë? Kjo pjesë akoma nuk është marrë vendimi. Ne jemi në pritje të vendimit, por gjithsesi unë do jem këtu edhe do ngrej zërin përsëri për fëmijën tim. Do ta apeloni? Patjetër. Edhe një pyetje, thuhet që ju keni tentuar që të fusni një stol brenda mjediseve të shkollës në kujtim të ndjerit Martin. Cila ka qenë përgjigjja e shkollës? Si mendoni ju, nuk e meritonte Martini një stol apo një emër edhe në qoftë edhe në palestër sepse Martini ishte sportist? Besoj që kjo duhet ishte minimalja që Martini e meritonte këtë. Jo vetëm stolin, por edhe emri i palestrës po t'i vihej, e meritonte. E keni bërë kërkesë? Patjetër. Janë bërë kërkesat e Cila gjitha është përgjigjja? negative. Po. Faleminderit. Faleminderit. Thirrë pak ato. Hajde pak ose më të. Camila, hajde një sekond. Ja Camila do më marrë diçka. Camila është motra e Martinit. Camila. Hajde Camila, maja të fjalimin që do më marrë dëmimin. Po, pa e mësoj. Ja,